Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Jemi zhvendosur tashmë në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim do të flasim se rrethon konfliktit i cili është duke u zhvilluar në lindjen e mesme ndërmjet Izraelit dhe Iranit me njëherë pas sulmit të befasishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 3 bazat iraniane. Duket se gjërat janë drejt përmirësimit, pavarësisht se kemi patur vazhdimisht edhe pas sulmit të amerikanëve shkëmbime raketash ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Ka qenë Irani ai i cili ka sulmuar mbrëmjen e djeshme bazat amerikane në Katar, si një farë kërcënimi dhe si një farë arrestoje për atë se çfarë amerikanët bën në 3 bazat iraniane, por me njëherë pas atij sulmi dhe me njëherë pas këtyre njoftimeve ka qenë vetë presidenti amerikan Donald Trump, i cili në një deklaratë për mediat ka njoftuar se është arritur një armëpushim ndërmjet Izraelit dhe Iranit, duke e cilësuar fundin e konfliktit si lufta e 12 ditëve. Me njëherë pas kësaj deklarate ka qenë po ashtu nga ana tjetër Irani, i cili ka sulmuar me raketa Izraelin. Dhe kjo ka sjell një tjetër pikpamje të këtij konflikti, ndërkaq po në të njëjtën kohë vetë presidenti amerikan Donald Trump me një humbje durimi apo qoftë edhe me një ashpërsi, kjo për shkak të gjitha zhvillimeve, ka bërë deklarata dhe i ka bërë thirrje të vazhdueshme Izraelit që të kthejë të gjithë avionët luftarak dhe pilotët e tyre në shtëpi dhe të ndaloj sulmet. Situata duket e qetësuar për momentin, por për atë se çfarë është duke ndodhur, se si është përjetuar e gjithë kjo luftë 12 ditore ndërmjet Izraelit dhe Iranit, kam kënaqësinë që në një lidhje direkte nga Izraeli të flas me zonjën Ita Gani. Ita, të përshëndes, faleminderit që pranove ftesën për të qenë sot në Fox News dhe ky është komunikimi jon i parë dhe për këtë arsye është kënaqësi. Përshëndetje dhe unë jam gjithmonë e gatshme për Shqipërinë, për çdo ftesë që më bëhet. Gjatë tyre 2 viteve nuk kam anulluar asnjë ftesë, kështu që i detyrohem Shqipërisë. Është kënaqësi të falenderoj edhe një herë Ita. Çfarë është duke ndodhur aktualisht në Izrael? Si paraqitet situata? Duke patur parasysh luftimet dhe raketat e fundit të cilat përjetoi Izraeli nga Irani. Dhe për të ndalur pak më vonë edhe tek kjo luftë 12 ditore me të gjitha përjetimet, me të gjitha vështirësitë, me të gjitha problematikat. Po, vërtet të gjithë, domethënë, kur kujtojnë luftën e 2 viteve, e cila, mund të them, u bë një luftë e hapur në 7 tetor, që filloi nga ana e Hamasit, që mbas Hamasit natyrisht ishte më çepur një Iran. Dhe kjo situatë, domethënë, e Hamasit për krimet që kreu, natyrisht solli një luftë të re në Izrael. Kur them një luftë të re, sepse vërtet veprimet e 7 tetorit ishte diçka e re, domethënë për Izraelin, nuk kishte ndodhur asnjëherë një gjë e tillë. Dhe natyrisht, siç duket, dieshin që kjo luftë, domethënë, ishte shumë e gjatë, edhe kishte një rrjet mjaft të gjerë që Irani për 20 vite kishte punuar në të gjithë kufijtë e Izraelit, domethënë për të shkatruar Izraelin, për ta fikur Izraelin. Por natyrisht gjatë tyre 2 viteve ne kemi kaluar një situatë, një periudhë shumë të vështirë, një jetë me stres. Natyrisht që në Izrael, në çdo luftë, jeta vazhdon normalisht. Ne jemi mësuar me situatat e luftës, e kam theksuar gjithmonë se si të mbrojmë dhe si të punojmë dhe si të drejtojmë fëmijët, si të drejtojmë jetën, që jeta të jetë normale, jo në 100%, po të paktën duhet të mundohemi dhe të vazhdojmë jetën sepse nuk ka mënyrë tjetër. Këtyre 2 vitet e fundit vërtet edhe lufta ka qenë luftë e re si nga ana e predhave të cilat është sulmuar Izraeli. Dhe natyrisht filloi me Gazën në dobësimin e Hamasit, filloi me Hezbollahun, që u vra kreu i Hezbollahut, dhe pastaj mbasi u dobësuan edhe Siria, gjithashtu u dobësuan të gjitha vendet fqinje të Izraelit,
natyrisht që u arrit në kokën e Iranit, që Irani ishte koka e të gjithë kësaj lufte, e të gjithë kësaj historie, mund të them, në Izrael. Dhe natyrisht për ne gjatë gjithë kohës, jo vetëm këto 2 vjet, edhe 30 vjet mund të them, ne gjithmonë jemi në kërcënimi, kemi qenë mund të them, në kërcënimin e Iranit, gjithmonë na ka kërcënuar si me armë bërthamore, si me nëpërmjet mediave të ndryshme, çfarë do të zhduke Izraelin, do të fikë Izraelin, që vërtet ishte një frikë për të gjithë, sepse në Izrael janë bërë shumë luftra dhe gjithmonë, do me thënë, prit ai momenti që do çaj ky Iran, do me thënë, do shpërthente në Iran një ditë lufta dhe gjithmonë e gjithë bota mund të them, të gjitha shtetet kishin frikë fillonin një luftë në Iran. Si duket të radhë, kishte ardhur, ishte mbushur gota, si me thënë plot, dhe kishte ardhur momenti që të tregonin që kush është Irani. Dhe Izraeli gjithmonë, sidomos të Netanyahu gjithmonë e ka theksuar që duhet të luftohet Irani, duhet të sulmohet Irani. Dhe këtë radhë, siç duket nga ajo leja që mori nga presidenti Trump, dhe do me thonë ishte një diçka shumë e madhe për Izraelin, që vërtet lufta e këtyre 12 ditëve hapi një luftë të re në lindjen e mesme, një luftë e cila tashmë u zbulua kush ishte Irani, forca e Iranit, kërcënimet e Iranit, dhe natyrisht, paralelisht u pa edhe Izraeli, kush është Izraeli, dhe kush lufton popull, dhe kush lufton baza ushtarake, për të ruajtur shtetin e tij, për të mbrojtur shtetin e tij. Dhe sot mund të themi jemi sado pak mund të them entuziast, mund të them për këtë luftë që u kryen në Iran, por nuk besoj që kjo luftë ka mbaruar. E qartë, Ida, luftimet kanë zgjatur për 12 ditë. Si kanë qenë këto 12 ditë për Izraelin konkretisht? Këto 12 ditë kanë qenë, mund të them, ishte lufta e vërtet që kemi kaluar. Kur them luftë e vërtet, sepse një luftë që bombardimet, do me thënë, vinin mes natës, vinin mes të mëngjesit, vinin, do me thënë, pa çdo orë, do me thënë që nuk e prisje. Por këto 12 ditë ishte dhe frika sepse, e thash pak më përpara, ishte një Iran dhe nuk ishte një Hamas dhe një Hezbollah, ishte një shtet. Një shtet i cili është i fuqishëm, nuk është shtet që si Libani e këto të tjerët. Një shtet i fuqishëm i cili gjithmonë ka treguar, do me thënë, nëpërmjet filmave dhe fotove atë forcën e tij. Por dhe natyrisht frika jon ishte që gjithmonë kemi qenë me frikë, çfarë do na gjuaj këtë radhë, çfarë do na gjuaj këtë radhë. Gjithmonë kemi qenë me ato tension, do me thënë një tension që nuk kanë qenë në luftrat, do me thënë në luftën që ja ishte kundër Hamasit o kundër Hezbollahut. Për njërë të së vërtetës kanë qenë raketat e gjeneratës së fundit, raketa hipersonike dhe ne kemi parë të gjitha pamjet të cilat vinin nga Izraeli, raketat cilat mbase nuk i kishin parë ndo njëherë më parë. Dhe realisht ka qenë frikshme vetëm kur i shikoje nga pamjet dhe jo më pas ti përjetoje. Pa dashur të mbroj askënd, sepse normalisht në një luftë njëri është fajtori, ideatori dhe tjetri është viktima. Këtë do të zgjidhin autoritetet e tjera, por ne flasim për popullin, ne flasim për njerëzit e pafajshëm. Atë unë e kam theksuar gjithmonë, sepse Izraeli gjithmonë është akuzuar si një shtet të patën genocid, se kanë quajtur në Shqipëri në disa gazetarë, jo të gjithë, dhe në Kosovë që kam dhënë shumë intervista dhe unë jam munduar gjithmonë të sjell atë anë të cilën shumë shtete dhe bota nuk e njeh. Sepse Izraeli, po të shikoni në luftën me Iranin, mund të duket shumë qartë se kush lufton popullin. Dhe këtë radhë, vërtet, populli është prekur në luftë. Do me thënë, nuk varet nga numri i njerëzve që janë vrarë në Izrael, mund të vrarë 23 veta, 24 veta. Por ama, ato bombardime, siç e thatë ju,
që janë bërë në popull, nuk janë bërë në asnjë vend tjetër. Të gjitha pallatet, çdo gjë, çdo bombë që bie duhet të kuptohet që tronditet çdo pallat. Dëgjohet ajo zhurmë në çdo vend. Domethënë është diçka e tmerrshme. Dhe prandaj lufta e 12 ditëve ishte një luftë shumë e frikshme, sepse asnjëherë nuk dinte çfarë na priste. Ku do hidhe ajo bombë? Izraeli në luftën e tij, ai ka piksynimet e tij dhe ka edhe i lajmëron njerëzit nëse ka objektivat ushtarak, po dhe lajmëron që dhe ata që janë afër objektivit i largon njerëzit. Ne nuk la largon njëri. Ne nuk dim se ku do t'hidhet preza. Vetëm ne kemi diçka të sigurt, që kemi, domethënë, një siguri të gjithë popullit të Izrael, sepse me gjithë to preza që ka hedhur Irani në popull, në shtetin e Izraelit, duhet ishte bërë këtu, domethënë, numri njerëzve duhet ishte shumë i madh duhet ishte viktimat. Por ama është ajo që Izraeli siguron popullin dhe pastaj bën luftën. Ndërsa Irani nuk siguron popullin dhe pastaj bën luftën. Ka rëndësi vetëm një qëllim të zhdukit popullin hebrej. Dhe edhe pse ndoshta kanë bërë një armëpushimi, unë nuk e quaj armëpushim të përjetshëm. Nuk mund ta quaj, por nuk e besoj këtë. Po të paktën me këtë shkatërim, të paktën do kemi ca vite të qeta. Shpresoj. E qartë, Ita, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përfshiheshin qoftë në negociata dhe qoftë në bisedime, kjo nuk linte asnjë lloj dyshimi të mundshëm për të gjithë opinionin e botës, për opinionin botëror, por që të përfshihej ushtarakisht me ato goditje precize të 3 bazave iraniane aty ku pretendohej prodhimi dhe krijimi i armëve atomike, bombave bërthamore e të tjera, e prisnit? Ne kemi vite që dëgjojmë që duhet tulmuar Irani, por dita e 13 qershor ka qenë e njëjte, në 2 të natës që kemi marrë, domethënë, njoftimin, të gjithë ishim të habitur se, domethënë, është ajo që vërtet ishte dëshira që të tulmuoj, sepse kishim 2 vjetët e fundit që kemi vuajtur tmerrësisht nga ky Iran, kështu që kishte ardhur momenti, por ne nuk dinim absolutisht që Izraeli do tulmonte Iranin, sepse ka qenë gjithmonë edhe kjo frika, ky sulm i Izraelit, çfarë do të sjellë në këtë territor, çfarë do të sjellë në lindjen e mesme, gjithmonë fritet se do të bëhet luftë, do të plasi lufta e 3 botërore, sepse faktikisht për mua kjo është një luftë e 3 botërore, pavarësisht nga emri dhe nga lloji i luftës që po kryhet dhe po zhvillohet. Por ne, të them të drejtën, shpresonim shumë dhe deshim, domethënë ishim me qeverinë që vërtet të tulmonte, edhe dita të tulmonte, sepse edhe ai kërcënimi ka një kufi, dhe ku ka sulmuar Izraeli dhe ku kemi parë se çfarë lufte ka zhvilluar Izraeli atje, për ne, mund të them sot, jemi shumë krenar dhe mund të them populli me një moral shumë të ngritur, domethënë populli i Izraelit në këtë luftë u bë një, sepse vërtet po të kujtojmë para 12 ditësh në Izrael edhe gjendja politike, edhe nga një anë demonstratat për të kthyer ato pengje që janë në Gaza të mbajtur nga Hamasi, dua të them ishte një gjendje jo shumë e mirë politike në Izrael, ndërsa kjo luftë bëri një bashkim të popullit, bëri një bashkim të gjithë politikës, të gjithë partive, domethënë populli i Izraelit u kthye në një, dhe është një karakteristikë e veçantë e popullit të Izraelit që në momentet e vështira ai di të bashkohet, ai di të mbështesi dhe di të ndihmoj. Dhe kjo ndodh me Izraelin, ndihmon në Gaza me ndihmat humanitare, pavarësisht për qëllimin që ka në Gaza akoma. Në Izrael e quajti luftën e popullit luanesh,
do me thënë, gjithmonë ishte i lidhur me popullin dhe gjithmonë njoftimet dhe rëndësia e madhe ishte si të ruaj populli që asnjë viktim në këtë luftë mos të ishte. Dhe vërtet ka viktima dhe çdo viktim është, do me thënë, shumë e rëndësishme, por ama po ta shikoni në çfarë jemi sulmuar, me çfarë predhash jemi sulmuar, pallate të shkatëruara dhe mos të ketë viktima, ky është një sukses akoma më i madh për Izraelin, që i tregon botës se kush është Izraeli, sa rëndësi ka për Izraelin, njeriu dhe populli i tij. Ita, në këto momente gjërat duken të qetësuara. Nuk ka luftime, nuk ka raketa mbi qiellin e Izraelit dhe anasjelltas edhe në qiellin e Iranit. Duket sikur Trump e ka kryer ashtu si duhet punën e tij. A i trembemi një tjetër lëvizje apo një tjetër loje që mund të sjellë ky konflikt që në këto momente mund të duket i fjetur? E para punës të mediat, me sa kam ndjekur unë sot, të gjithë mbështesin presidentin Trump dhe gjithmonë thonë që jemi të detyruar ta respektojmë çdo mendim të tij dhe natyrisht ato vendosja dhe të gjitha gjërat do bëhen në bashkëpunim. Por ajo që është kryesorja, unë personalisht mund të them që mund të bëhet një armë pushim me Iranin. Dhe Irani natyrisht do thotë unë bëra armë pushimin tim, po mos të harrohet që Irani ka në Hezbollah dhe ka në Gaza, ka në Siri forcat e tij, të cilat do vazhdoj t'i përdori. Dhe desha të theksoja se në çdo luftë është bërë një armë pushim nga ana e Izraelit që nuk sulmon. Po Izraeli si shtet, unë e kam të vështirë të besoj që ne do jemi në qetësi, sepse një qetësi nga të gjithë shtetet që na rrethojnë për presidentin Trump është shumë e vështirë që ta kryej. Po përballë Iranit, besoj që ai do të bëjë diçka këtë radhë, që vërtet do të bërë ato pikat mbi, si thonë, për Iranin, patjetër do t'i vërë dhe kushte, dhe të presim, si thonë, çfarë mësojmë gjatë gjithë viteve, nuk mund të mësojmë në një ditë. E kam të qartë. Ndërkaq, si e kanë lexuar mediat izraelite, populli izraelit këtë armë pushim, Ita? E para punës që e pritëm me kënaqësi sa më armë pushim dhe jemi si ato, si ato qenë zgjidhur, të gjithë ku të dalin, të shkojnë, të shohin lokale, nesër kalamaj do kthehen në përkopshte. Do me thënë, e para punës në këtë stres të madh është ai stresi që është shumë e vështirë të kalohet. Kështu që u prit armë pushimi me kënaqësi shumë të madhe, me një sukses shumë të madh të Izraelit, që u quaj, do me thënë, lufta më e suksesshme që ka bërë Izraeli deri më sot në të gjithë historinë e tij. Dhe e thash dhe më përpara që ajo që është kryesorja, që morali i popullit të Izraelit është shumë më i ngritur se çka ka qenë para 12 ditëve. Çdo gjë ka ndryshuar dhe besoj që kjo luftë solli një ndryshim edhe në lindjen e mesme dhe koha do ta tregojë se çfarë ndryshime do të bëhen dhe le të shpresojmë që të kemi qetësi. Megjithëse unë e kam shumë të vështirë ta besoj. Të gjithë shpresojmë që të kemi qetësi nga tani e tutje, Ita, sepse askujt nuk e intereson lufta në fund të ditës, askujt nuk i interesojnë jetët e humbura, askush nuk do që të ketë jetë të humbura më saktësisht, askush nuk do që të ketë ndërtesa, të ketë shtëpitë e veta të shkatëruara, kjo për shkak të marrëdhënieve apo për shkak të kokëforcisë dhe ndonjëherë çmendurisë së liderave të cilët udhëheqin vendet e ndryshme. Unë shpresoj që të jeni mirë të gjithë në Izrael, ashtu si të shpresoj po të njëjtën gjë edhe për Iranin dhe uroj shumë që të mos ndërmarrë veprime të tjera të cilat do të nisnin sërish luftime ndërmjet vendeve.
në të njëjtën kohë të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj hapësire Ju lutem. dhe patjetër që do të jemi në të tjera komunikime së bashku. Ishte kënaqësia ime, faleminderit ju, ishit shumë i mirë. Faleminderit. Ju lutem. Ka publicitet.